Ma shkojmë kësho? Si shkove? Muere pak më nalt. Sa me më e kapë? Po i kull. Oh. E di. Ku o deklarata? Po le dal. Ama në hija më njëherë më rena, ma sa ndajde. Shumë keq para se në hina. Po. Po keq. Më tash të hija, para ma sa ndajde. Po. Gëzime? Gëzime? Na. Na gëzime? Këta?
Okej. Po, po. Mundet. Mundet? Po, mundet kryetar sot, po jem. Hajde, majke po. Mundet. Sot e filloni edhe zyrtarisht detyrën si kryetar komune për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Na thoni çka do të veçoni nga ky rrugtim, ishin zgjedhjet më të gjata në historinë e Gostivarit. Po, sot edhe zyrtarisht fillojmë me punë në komunën e Gostivarit në këtë mandat 4 vjeçar, pak më i shkurt se 4 vjeçar. Nga ajo që deri tani ndodhi nga këto 5 muaj, mund të veçoj faktin se Gostivarasit nuk durojnë dot diçka të kryhet pa vullnetin e tyre, si dhe një fakt i pamohueshëm se të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu, shfrytëzoj rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e këshillit zotri Valdet Xhaferin dhe me këshillin komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivaras. Një legitimitet që konfirmuar thellë në një mbetja na, duhet kapeni me një për punët, cilat janë projekte që nuk presin, ndoshta që mbetën pezën për 2 muaj shkak të këtyre procedurave që ndodhin. Po, kemi disa projekte që janë në vijim dhe disa që do të startojnë menjëherë sa të përmirësohen kushtet edhe sa të jenë kushtet atmosferike të volitshme. Bulevari Vllezri Gjinoski do të vazhdojmë po të njëjtin intensitet, diku besoj ka marsi prilli do të hapim edhe këtë segment përpara komunës së Gostivarit. Deri në pranverë do të fillojmë punimet edhe për urën tek gjykata dhe do të vazhdojnë të gjithë ato projekte rikonstruime të rrugëve të cilat i kemi planifikuar. Ndërkohë sot kanë filluar edhe shkollat bashkë me detyrën tuaj? Po. Të ketë ngrohje edhe transport për nxënësit të rregullt? Po, prej sot do të fillojmë ta menaxhojmë edhe këtë problematikë, edhe këtë çështje dhe besoj që shkollat do të kenë nxemje të rregullt edhe transporti do të jetë i rregullt, do të bëjmë çmos që këto 2 segmente të arsimit të funksionojnë në mënyrë të mirë, gjithashtu shfrytëzoj rastin që uroj të gjithëve fillimin e gjysmëtorit të dytë shkollar. Da, danes kaj oficijalno go započnуваме 4-годишниот мандат, т.е. 45-месечниот мандат. Избори кои траја долго во Гостивар, околу 5 месеци. Проектите кои веќе се започнати ќе продолжат со исто темпо, почнувајќи од булеварот Браќа Ѓиновски. Овој сегмент кој се надевам на пролет ќе се отвори веќе, ќе почне со работа и ќе се отвори, ќе биде со 4 ленти, ќе започнеме на пролет и со новиот мост кај основниот суд. Исто така и сите други проекти кои се поврзани со реконструкција на улиците, на патиштата, ќе продолжат штом временските услови го дозволат тоа. Од денес, од тука сакам да им се заблагодарам на сите гостиварци, и за тие што гласа, но и за тие што не гласа, и сакам да ги уверам во едно дека сите ние заедно, и јас, и советот, и председавачот на совет, секојдневно ќе работиме со многу труд и посвета за Гостивар, и од денес сакам да им кажам на сите дека оваа куќа општина Гостивар е отворена за секој. И по однос на училиштата, дали има грејење? Да, од информациите што ги имам, да, има грејење. Од денес нормално ќе продолжиме со работа и мислам дека ќе изменаџираме и грејењето во училиштата и транспортот на учениците и верувам дека нема да има никаков проблем. И плата за просветарите дали ќе има затоа што нема? Плати ќе има најверојатно, сигурно трансферот на дотациите малку закаснил од страна на Министерството за образование. И овој вакуум кој се створи меѓу изборите, се надевам дека до крај на недела сите просветни работници ќе имаат плати. Среќа, фала.
zemërsisht për gjithë shka që keni bërë. Ky proces i gjatë tjedhor mbaroi dhe tani sot fillojmë me punë. Unë ju siguroj dhe zotohem se bashkë me Këshillin Komunal, me Valdetin, me të gjithë ne do të punojmë çdo ditë me shumë përkushtim që ta paguajmë borxhin e madh që kemi ndaj jush për besimin e madh që na dhat në 2 cikle zgjedhore kushtimisht në këto 5 muaj. Prej sot do ta them kjo shtëpi është e hapur për çdo njërin prej jush edhe do të mundohemi maksimum normal në kuadër të mundësive dhe kompetencave që i kemi në çdo moment që dalim në ndihmë çdo njëri prej jush dhe çdo gostivares. Faleminderit. Faleminderit shumë për mikritjen, gjitha faleminderit shumë për gjithë të krajen. Një falenderim e veçantë shkon te çdo shtëpi e qytetit tonë përbashkët. Ju uroj të gjithë bashkë edhe në emër të Këshillit të Komunës, Këshillit Qytetari i Krijë, shëndet, përbashkët dhe shumë suksese në vitet e para të dashit të Komunës. Faleminderit nga zemra të gjithë. Shko. Hier Brenda. Drita ndezet ka. Por que gosto? Vale. Para te